Gjermani, lëvizjet të ngjashme po në Austri, në Spanjë, Francë në të njëjtën kohë. Dhe të gjitha këto lëvizje çfarë bëjnë vetëm vënë gjithmonë edhe më shumë në pikpyetje unisonin brenda Bashkimit Evropian. Pra, të humburit këtu nga gjithçka kjo është sigurisht Ukraina, Bashkimi Evropian, I cili duket sikur tashmë si thosh e ka nxjerr kokën nga rëra që ku e ka pasur dhe ka filluar të kuptojë që në fakt I Zoti e di ku I pikon çatia dhe vetëm I Zoti e nxjerr gomarin nga balta dhe rrjedhimisht është e nevojshme që ata të bëjnë forcat bashkë dhe të përpiqen që të mbrojnë frontin e tyre lindor me Rusin. Mendoj që perdja tashmë deri diku ka rënë, Bashkimi Evropian e ka kuptuar që Rusia nuk mundet të tjetërsohet me atë konceptin e vlerave dhe parimeve demokratike me cilët ka menduar që mund të vepronte edhe me ish republikat e tjera sovjetike, siç ishte Rumania, Bullgaria në pas viteve 90. Pra, Rusia është një aktor I cili I qëndron fort parimeve autoritariane, diktatoriale deri diku të qeverisjes të tyre, asaj forme të regjimit, dhe që është në thelb edhe një konflikt vlerash ndërmjet botës perëndimore dhe formës së regjimit të Rusisë ose më saktë të zotit Putin. Dhe duke kuptuar këtë, ata kanë vendosur që në një farë mënyrë t'i nxjerrin urët nga zjarri me duart e Ukrainës. Pra duke financuar Ukrainën që ajo të bëjë një rezistencë sa më të fortë. Prandaj kemi rrjedhimisht edhe lëvizje për Putin është shumë I qartë, mesazh shumë të fortë vendeve të NATO-s. Po. Mos u afroni më shumë në lindje. Absolutisht ka shumë të qartë. Kjo është ajo që pritet. Do një deklaratë të nënshkruar ku do të pranojnë jo më shtrirje të territoreve të NATO-s. Po, kjo sigurisht që pritet që është ajo që zoti Putin të thotë, por mënyra se si unë e lexoj këtë është që zoti Putin është I friksuar tashmë. Putin në Rusia. Fakti që reagoi në këtë mënyrë tregon që Rusin më shumë se sa thjesht këto armatime që po japen Taurus apo rritja e armatimit kundërajror apo Storm Shadow, artillerie lëvizshme etj. Është fakti që vullneti politik I vendeve të Bashkimit Evropian ka filluar të anoj pro mbështetjes sa më shumë që të kenë mundësi luftës në Ukrainë, në mënyrë që Ukraina të bëjë një rezistencë të madhe. Rusia ne kemi thënë që pavarësisht gjithçkaje ka një GDP aty me Italinë. Është një vend I cili është duke vuajtur ekonomikisht dhe që mendohet që ka arritur në mënyrë të jashtëzakonshme prodhimin e tankeve. Brenda 2025-s parashikon të 1500 tanke të reja. Sigurisht, por nga ana tjetër kemi vënë re që edhe lufta në këtë periudhë ka qenë çik më ngadaltë, edhe tanket janë duke u goditur shumë fort dhe në fund fare lufta është para, Sigurisht. Është si është ajo shpreha që thotë fillestarët flasin për taktika dhe operacione, strategët flasin për logjistik, sepse ushtria marshon mbi stomakun e saj, thoshte Napoleoni. Pra, pa resurset që të mund pajisësh një ushtri efektive për të bërë luftim, e ke të pamundur që të jesh efektiv në fushë betejën. Pra, Rusia është në një situatë ku gjeopolitike ku po izolohet gjithmonë edhe më shumë dhe rritja e sanksioneve që pritet të vijë nga Bashkimi Evropian, fuqizimi I frontit të Ukrainës me armatim, nënkupton për Rusin që Europianët tashmë e kanë kuptuar që unë nuk bëj kthes, që unë e kam pasur lojë dhe blerje kohe deri tani të gjithë të strategjinë që hajde të bëjmë paqe dhe pastaj të lija dopjo gjashtë në dorë dhe ata tani janë të gatshëm që të futen, nuk do thoya pa kushte, po të futen me sa më shumë që të kenë mundësi për të mbështetur Ukrainën. Kështu e lexoj unë të paktën reagimin kaq të fortë të Rusisë. Pra nuk ka të bëjë shumë me aspektin taktik, se sa ka të bëjë me